Aktoria turke Hande Erçel, e njohur për publikun shqiptar nga seriali Dashuria është në ajër, ka folur hapur për ndryshimet në peshë dhe jetën e saj personale. Ajo tregoi se në një periudhë ka qenë 8 kg më shumë, por i ka humbur pas 2 vjetësh, duke theksuar se këto çështje shpesh egzagerohen. Sa i përket bukurisë, aktoria u shpreh se ajo lidhet me brendësinë. Nëse në zemër ka ligësi, bukuria nuk shihet, thot ajo. Përveç aktrimit, ylli turk ka edhe një pasion tjetër të madh, artin pamor. Ajo zbuloi se një nga ëndrat e saj është të hap një ekspozit me vizatimet e saj, por në një moshë më të pjekur. Një nga ëndrat e mia është të ekspozoj vizatimet e mia. Dua të bëj një ekspozit, por kur të arrij në një moshë të caktuar. Tani kam një studio. Dua që kur t'i shohim punët e mia, të thonë, kjo është vepër e Hande Erçel, u shpreh ajo.